Alberto Rodolfo i jetë për kushtimi dhe shërim. Familia dhe thirrja. Alberto Rodolfo lindi në Branë në 28 tetor 1935. Rruga e drejtjes nisi në seminarin e vogël të Oka Paljas dhe vazhdoi në Somalia Bosco. Aty, në muajin tetor, ai bëri profesionin e parë në kongregatën e Shën Josefinëve të Muriatës. Me vllain meshtar Berto, jam njohur rreth vitit 95. Për herë të parë i ka bërë një vizitë në shtëpinë time bashkë me vllain Giovanni. Edhe kjo ka qenë takimi i parë dhe njohja e parë me të. Ai për shumë vite ka shërbyer në familjen tonë të Zojës së Papërlyer. Natyrisht kemi kujtimet më të mira, më të ngrohta për këtë vëlla meshtar, i cili karakterizohej nga qetësia e tij e madhe, e para nga dashuria për shërbimin për Krishtin. E para ishte kjo. Në marrëdhëniet me të afërmi gjithmonë ka qenë njeri i ngrohtë, i butë, i matur, fjalë pak, i qetë, i duruar kur dëgjonte. Domethënë juve pak a shumë e lexuat atë fjalën që ishte përgatitur. Ato ishin karakteristika të karakterit të natyrës së tij, karakterit të tij si meshtar, edhe si vëlla Josefini Murialdos. Po ka qenë shumë i dashur në kujtimin edhe të besimtarëve të krishterë katolikë që këtu në Fier ne jemi një bashkësi e vogël, po në kujtimin e të gjithë besimtarëve që e kanë njohur, ruhen kujtimet më të mira, më të ngrohta për atë njeri. Po, kështu ka qenë. Edhe për të gjithë nxënësit, pastaj nxënësit që kanë qenë me të, ata kanë qenë shumë afër, ata ju i dëgjohet që kanë thënë atje në ato fshatra ku kanë qenë, ata që e kanë njohur, Berto. Po dëshiroj Trinia e Shenjtë Zoti gjithë pushtetshëm, dëshiroj që ta ketë lutem që ta ketë në dritën e paqen e tij të përjetshme. E Zojën e bekuar e pastëpranë gjithmonë, emrit të tij atje, edhe Shën Josefin e Shën Leonardo Murialdon i pastëpranë në jetën e amshuar.